disa qytetet përparuara të Shqipërisë mesjetare, siç ishte Shkodra në radh parë, Durrësi gjithashtu, Drishti, Ulqini dhe Tivari, kanë pasur statutet e tyre. Statutet, po themi, kushtetuta që rregullonte jetën e një qyteti. Jetën ekonomike, jetën sociale, jetën politike, gjithashtu jetën fetare, të cilat statute ne për një fat të mirë, do të thosha, dhe për një zbulim mjaft të madh që ka ndodhur përsa i përket historisë së Shqipërisë, sidomos historisë së kulturës, statutet e Shkodrës u zbuluan kohët e fundit, rreth vitit të 2000, nga Lucia Nadin, profesoresha dhe mike e Shqipërisë, autore disa librave për Shqipërinë. Ajo i zbuloi këto statutet në një bibliotekë në Venecie, në bibliotekën e Muzeut Korer, dhe këto statute janë botuar deri tani 4 herë madje janë botuar dhe janë ezauruar, janë me rëndësi të jashtëzakonshme. I përkasin të drejtës pozitive, apo jo, sepse i përkasin qytetit dhe rregullojnë marrëdhëniet qoftë të qytetit Shkodrës me rrethinat e Shkodrës, apo jo, qoftë marrëdhëniet edhe me zotin, kryezotin që ishte në atë kohë, jemi në vitin 1347 kur janë bërë këto statute, madje përpara vitit 1347, kur Shqipëria ishte pushtuar nga Stefan Dushani, cari serb, dhe megjithatë statutet pikërisht shpallin, si thua, një autonomi të thellë të qytetit Shkodrës nga cari Sërb Stefan Dushani. Në atë kohë ishte mbret akoma, nuk ishte bërë perandor, nuk ishte bërë car.